Respekt, e le dalë unë i keqë, valla, si. Po shumë mirë, pse do vjen njëzur ty që njerëzit ta dinë të vërtetën? Te mos hidhi lek ti, jo menaxheri, jo Jo, ky, jo. jo ai. Ku do ty, valla? Te të vjen, pse nuk të vjen mirë ty se unë Ku themi do të ty, vërtetën. valla? Ti ke lekët tua, po i llogarit ty. O profesor, erdha për 2 minuta. Vazhdo Laçan. Po mirë, në rregull o zoti Çela. Kur ke dashni mua kam qenë këtu. Kur kanë dashur të tjerët kam qenë këtu apo. O Glevis. Nuk po Rio mirë, profesor, gjë nuk që bën kolla, po lere. O Glevis, edhe një herë tjetër. Ti more djali ngatëron gjëra dhe ngatëron shumë. Nga tron ti valla, ti mos më fut mua në gjërat e mia personale valla. Se unë si futem një njerëz e gjëra personale, as kujt valla. Dakor. Kam shok njerëzit, po si futem gjëra personale. Si kërkoj llogarit valla. Ore vlla, po na ke kërkuar lek se je në hallo. Na krau Po tjetër po kam allkari. kërkuar valla. Po na krau tjetër po të allkari na Kam shoh. kërkuar valla, se po ma zëngoj mua dia apo Po çfarë. po tall. Ore po të allkari në kraun tjetër o vlla. Ti po të allkari me ne që po na thoj më ndihmo. Po të ndihmojmë ti të allkari me ne. Qysh tani? Të tallësh karin ti me lekë mia? Se kush po ta Mos zgjidhni. po na do një blok këtyre që thon shan ky shan ai. Blok se nuk i japim dot audiencë askujt. Blok. Në pithë të motrës të vend. Kush do audiencë duke na shar? Mu në pithë të motrës, blok, mos lini njeri. Blok, jo mute po blok. Futi Blok, blok si pithë të u. motrës e duan audiencë. Blok, kush shan? Blok për Europën pjesë. Zoti Çela, në ka një njeri këtu që do që ti të ndryshosh dhe të bësh diçka për mirë, i pari jam unë. Ty mund të dukem i ashpër, por i pari jam unë, o shok. I pari jam unë që dua që ti të ndryshosh për mirë. E kupton apo jo? Po ti ke disa, nuk e di vlla, fiksohesh për një gjë dhe nuk ben hapa mbrapa orti shok, nuk ka burr nënë të bindi ty po të fiksua një gjë, ti nuk kthesh mbrapa, o vlla. Po qysh ore ti thosh ti Dajos, pse do ta dish ti kodin e PayPal-it tim? Ai po thot hajde këtu që mos të t'i han lekët bota, t'i hansh lekët ti. Ti e shikon vetë historikun e lekëve, orti shok, ai thjesht po e hap se do ta shtypi ai. Ti i thoj si telefoni këtu, pse do të dish ti kodin tim? Çfarë është kjo ore Plevis? E normalisht dalë ora avash ose ka vite tjetër që të hap telefonin për çdo hall, për çdo problem, o shok. Me 1 milion halle, që ti ja di dhe hallet ati që pati. Edhe prap nuk të ka thënë kur jo për asnjë gjë. Tani qysh i bie? Edhe mos mërzitemi ne, po do mërzitemi. Mërzitemi o vlla, sepse ai ishte aty dhe ti ja bëre, se po tisha unë do ma bëje mua. Edhe ti ja bëre, pse? Tani o Klevis, se të ka bërë dëm Y vlla. Mos i, ore, se djegur na qulli ti, mos i fryk kosit, ore. Se tjetërit ka ndihmuar me shpirt, o shok. Mirë mbyllë ndryshoj tem. A, të ndryshoj tem, dakor, më rregull. Mbyllë valla lere. E po, Stua bazjasi. Lokalin e paske follo profesor. o jam i fort, jo vlla, 2300 veta. 2300-400 veta, shia nënë. Më i fort i TikTokut profesori. Po normale vlla, ti jep zoti atë që meriton. Më i fort i TikTokut për audiencë origjinale. Ja, originali i kjerë. Audiencë origjinale, jo audiencë robotash, audiencë makaronash. Audiencë origjinale, duke ndejtur ulur për qef në karike në shtëpia këmba mi këm. Në rregull, kush nuk na ka qef në pith të motrës. Kush nuk na do në pith të robëve. Qofse ka ndonjë këtu që na shikon na jashtë telefoni kështu në live dhe syn brenda se na xhelozon, të qifsha motrën ty më shumë se të gjithë tjerëve. Të qifsha motrën, ty ore ty, të qifsha pragun. Po kënaqe? Ti ku na çaj karin tash. Valla jeni me veta, i kërkoj falje Dajos. Ai ba Allah se u kam marrë. Ti nuk folje Dajos është ti? I kërkoj falje Dajos, i kërkoj falje profes. O profesor, unë si shë du të besu pas e pas drejti për I dojnë. kërkoj falje Fabio Lalës, i kërkoj falje ati shoku tjetër që si ja përmendin do të ermin këtu. Edhe Kapos. Babale, lirim sa më shpejt. Kam unë hallet e mija këtu të shkri plota, sa duhet. Nga kërëm që jam modë.
Pas ju më afot gjumë mund të shte ajo, ngjet hadrë ju profesor, nuk ka pjellë nane me ne live profesor, se e ke kapja ke shi modën 2700 e sa ke e. I fort jam. Jam i fort, ola që jam. Ika, ju përshëndes, o këtë vjes natën. Kërkoj falje, bro. Quna, natën. Nada. Dhe ju qunat e mi që jeni live të goce, janë shazemën, jeni mirë. Mari lespe, jemi të ngarkuar atë. Unë si ashtë prej këtive që ngarkesa shka mëne, kupton, asë njëri në këtyre. Dajo, shikon qa bet, ka faj djali. Një që duha të them, ose jam as intrigant asgjë, as bëj intriga për asnjë. Ore, nuk ka the njeri që bën intrigore. Ka thënë ty në njeri intrigant. Kafe, apo që e kam një në TikToku që ka takuar, apo që jam ullë, kam pirë një kafe. Na shumë një shtjetë, jemi frendës. S'kam bëna një intrig. O Klevis. A të kam thënë unë në njerë për ty këtu, më dëgjoj me kujdes. A kam thënë në njerë unë për ty këtu që je intrigant? Asnjëherë. A kam thënë që ti i kerem qaf X-it apo Y-it? Asnjëherë. Olla, ti me ato që bën ti bjem qa vetes, dhe ne që të duam nuk e di olla. O nuk e kupton si të na respektosh, edhe si të na vlerësosh, o nuk e di çfarë që bën në shok. Ore ne të themi, ore këtu, sepse këtu del për mirë o vlla. Ti thoj jo, unë do bëj çam do kari më të duhet ty. Po më the Klevis, unë do bëj çfarë të duash, të duhet ty. O vlla, s'ke pse të më bjesh në telefon, as mua, as tjetrit, ore. Unë po të thash ty, shketi të punët e mia, nuk të marrë me në telefonën, ore. Të them, o vlla, si ta bëj këtë? Se unë ta kam mbyllur vetë derën ty. Si të marrë telefon pastaj? Ne të themi, ore, shiko, do bërë kjo, ore. Nuk duam të ulim në. Ne duam të kapim në sedër që ndryshosh. Këta ta themu në publik. Unë dua të të kap në sedër, o vlla, që ti të ndryshosh, të të kap në sedër, të të vë me shpalla për muri. Që o të ndryshosh o s'ka. Këtë dua unë. Dhe dua që të ndryshosh për mirë. Këtë ta garantoj me shpirtëre. Dua të ndryshosh për mirë. Në qoftë se ti ndryshon për mirë, 10%, 90% që ne plotësojmë ne si shoqëri. Po ti fillon ndryshoj qifsha motrën. Jo avazi, qive rop, ke kaq kovla. Pse a nuk të do Daju aty? A nuk të dua unë, a nuk të do Fabio? Po na lodhe na qive Perëndinu. Na lodhe o vlla. Na lodhe na i qive mendjen, na i qive trut në privat, lëren këtu ose këtu s'kemi për shamatanë. Po jep, plasë mo. Si i thoi një tjetrit aty, në rregull i kërkove falje, dakor, të falës të falë është punë e ti tani. Si i thua tjetrit në tavolin, ka 4-5 vjet tjetri që të përgjigjet për çdo hall, për çdo situatë, për çdo gjë, për rroba, për telefon, për lek, për ilaçe, për çdo gjë është përgjigjur, për gjëra qefit është përgjigjur, si i thua ti tjetrit unë s'kam besim te ty. Po mos ja qiro, përse nuk bëhet ose po i the atij ashtu, ne të tjerë të vllau, ja fusim vrapit ne, se themi këtë do ta thojë ne. Ti mund të kesh 1 milion hallëre. Po si ato jo Dajo se po. Duke e ditur shumë mirë situatën se si jemi njohur me Dajon. Prandaj se tani duke u njohur ashtu o Klevis, unë i besoj Dajos, edhe unë dorën zjarr me Dajon se kam takuar kurrë. Edhe unë për Dajon dorën zjarr, që se kam takuar kurrë në jetë. Edhe unë që se kam takuar kurrë, jo ti e ke takuar me vite. Ti dhe ke edhe njeriu tënd, e ke familjar, ke miqësi, ke lidhje miqësie, se e di shumë mirë. Si ti thosh ti, pse do ta dish edhe ti o Dajo kodin tim të PayPal. Mos ja fut kodë, po. Po mos o Klevis, është gabim. Është gabim, ore. Se këta na gjykojnë, se thonë ja thanë në publike, kështu andeja, këteja, jo, na ka lodhën privat, na i ka quar këtu, që jemi detyruar, që kemi folur. Por, gjuajnë një lekçini motrën. Ama ditën tjetër i thoni, e rregullove këtë gjë o djalë, e bëre këtë tjetrën, që dhe kyre, tu tregoj që unë bëra $500, $300 bleva këtë gjë. Unë bëra $1.000, 800 bëra këtë gjë. Edhe gjuajni qini modën, gjuajni aty sa të keni takat. Po të tregoj një gjë çfarë bën. Po të tregoj o vlla dhe ky ndryshon. Edhe ky bën mirë,
edhe i rregullon gjërat për veten e tij dhe ndjen një farë përgjegjësie. Po jo, rushe kumba, taksi për të vajtur kish laçit. O vlla, kish e laçit, ju lut Zoti të gjithëve, u ndihmov të gjithëve. Çka ka vlla, në kish laçit unë vete gjithmonë, çka ka. Bravo, ti vete me taksi 100 motrën, o vlla. 60.000 lekë bën valla. S'bën 200.000 euro. 60.000 lekë bën vetë me taksi, o vlla. Po mirë, po rregull. Sa herë vete ti Oglevi, se ti vete çdo javë 100 euro. Po mu fiksua tani vete vlla. Po mu fiksua tani vete direkt, e kupton? S'ka na gjë. Po mu fiksua tani për kish laçit. Vete. Oglevis. O vlla. Po. Desha me ikvesh, desha me tërguj foto. Profesori 2K dhe Kërgjës Qela 722 vete. Profesor e ka ardhi malë. Më i forti pa përmendur njerëz, o vlla, pa shar njerëz. Imagjino si kur të shaj. Higa. Imagjino po të shava, ej. Mos më Unë shaj. vete, ore vlla. Stop, se do të shaj dhe unë, do ta çoj lajmin një 10.000. adresë, Mos më nuse. shani Po me. vete, vlla, Po bërisni lajmin. kish laçit, Allah ka vat gjithmonë, se vete tani. Ka vat gjithmonë historikisht. Çfarë problemi ka vlla? Tani Glevis nuk ka si problem që vete te kisha laçit. Problemi vlla është këtu. Që ti vlla ke ca gjëra që thua, po më fiksua tani do Ta ikim doni na moj, unë donime po bëj. Sho po bëj. Mos bëj me donime mos. O Glevis, mos bëj donime me mos. O Glevis, a di çfarë duan nga ty unë? Që kur të bësh $500 vlla, 300 të bësh një gjë për veten tënde, për familjen tënde dhe tu thosh njerëzve këtu të nesme, no çuna po. Unë bëra këtë gjë sot, o vlla. E kupton? Unë bëra këtë, unë po ndryshoj se ti e ke punë vlla. Dhe ti duhet t'u tregosh njerëzve që çfarë po bën me lekët që po të hedhin. Dhe njerëzit le të hedhin sa më shumë ore çuna, i hidhni pa fund në qoftë se ky Zoti Qela këtu pa fakton çfarë po bën me lekët ore. Mos u ndaloni kurrë qini mot. Ore hidhni na 5.000 euro në ditë hidhni. Ama o Klevis, nuk u themu mos hidhni lek Levisit mos taj buk. Po ti vlla, mundohu të menaxhosh çik situatën, unë ta kam thënë në privat miliona herë, por nuk e di unë s'më ke kuptuar kurrë. Mundohu ta menaxhosh çik situatën. O vlla, kam parë njerëz në nevojë vlla që kanë qenë në luftë me jetën, kam vajtur nga medhur vlla. Ja kam mos e vëmë diskutim, kush po thotë se hedhur dy herë vlla. Një sekond. Kush po thotë nuk e hedhur? Të kam parë unë në live që ke hedhur $1.000. Edhe këtu në jashtë live-it, apo? Ore po. Kështu e miritur valla me mos kam. Prit. Tani o Klevis, tani do të them një gjë unë. O vlla, ti duhet të fillosh të rregullosh gjërat në shtëpi, ore sikur një gjë në ditët. Një gjë një ditë, o vlla. Dhe t'ua tregosh njerëzve. Ty është live, e thosh unë. Ti shumë abeti, unë jam i miri i botës i keq i vetes, me pak fjalë. Ta mbyll këtu. Po, që dakor. Ti je i miri i botës, i keq i vetes, tani dëgjoje një gjë dhe ta them unë dhe mbaje mend. Ti je i keq i vetes dhe i miri i botës me njerëzit e gabuar. Ti mund t'jesh i miri i botës, po mund t'jesh me njerëzit e gabuar që ta kanë me të futur. Me ata që nuk e di unë, që ti mund t'i quash shok, po janë ata që ti paguan. Janë ata se ka njerëz që hanë dreka dhe darkan aty dhe paguan ti. Po nuk të le aty, as daju atë paguash drek ose dark, nuk të le as kapu aty paguash drek ose dark, nuk të le as unë paguash drek ose dark, nuk të le as Fabio Lala paguash drek ose dark, po janë ca motoshtrakër që të shfrytëzojnë dhe aty je i keq i vetes. Edhe i mirë për botën me njerëzit e gabuar, me njerëz që të shfrytëzojnë. Ka marrë ty ndonjëherë në 1 lek, 1 cent, të marr telefon, të them 1 lek apo 1 euro apo 1 gjë. Edhe kur ti kam dërguar lekët, i kam rrumbullakosur na lart, o vlla. Nuk i kam rrumbullakosur na poshtë. Nuk të flasim për keq, o Glevis, ne të flasim për mirë. Ta them me pastërti. Preket ashtu, se është i ndjeshëm ashtu. Preket. Për të prekur e di shumë mirë ajo. Këti hanë lekët edhe njerëz tjerë. Rëngjo ponxa TikTok-ore. Nuk jam unë rëngjo ponxa që hanë lekët këti. Këti hanë lekët sa njerëz sa Allash Verisha që e di kë shumë mirë. Se mos ta din dhe mos pra dhe më vjen natë. O vlla, po ke sjetër çdo ditë që punon vlla, që bën 5 lekë, në fund të javës grumbullo 500 $1.
grumbullo 200, ik merr i komodin, grumbullo 300, ik merr një gjë tjetër. Dhe njerëzit këtu që të dëgjojnë lek, vëlla thon, ore bravo, po kujdeset për familjen. Se unë kam nxjerr, po kam kursyer prap, nuk i kam nxjerr të gjitha, se aty do haveten me dhëm pastaj nuk do bëj me TikTok me to. Por unë familje se ja, por se s'po bëj as pushimi, as po iki në për vende. Leviz, më dëgjoj shokun, o vëlla. Unë të thash e ta them prap. Unë një kafe konsumoj, kaq. Kur më vina një shok, na një mik kesh. O Leviz. Nuk ri dot pa kështu, pa. O Leviz, a ka mundësi vëlla të kujdesesh tek ajo portë e hekurit edhe brenda? A ka mundësi vëlla të shikosh te portë e hekurit e brenda se të han dreka dhe darka mos t'ja fus me emra se? A ka mundësi? Ç'të duhet tyre më tutje? Ç'të duhet tyre shok? Dhe unë ta thash ore me shpirt ore. O vëlla, bëj këtë gjë ore. TikTokun, ti marrësh lekët të tua te banka jote. Mamaja jote do t'i marrë, s'do t'i marrë unë, o vëlla. Mamaja jote do t'i marrë. Ne si shoqëria, di çfarë do bëjmë? Do të themi o Klevis Dario se këtë muaj pas ke bërë $10.000, o vëlla. Ku i ke çuar ti këto $10.000? Mos ja qiro tani. Këtë do të themi ne si shok. S'do të themi na jep ne o jore. Thjesht si shok do të themi o vëlla, ku i çove o burr. Ne do mundohemi që të ndihmojmë një pjesë ti, një pjesë ne, të gjejmë zgjidhje. Mos ja qiro do burr. 7 vjet në TikTok, shpin një lloj si para 7 vjet o burr. Po mos tani, ose unë mua më është rëngjetur trupi kur kam marrë te shtëpia jote, ti e di shumë mirë. Dhe nuk e kisha mundësinë ekonomike që kam sot atëre. Edhe këtë e diti prap. Ta kam treguar edhe shtëpinë time që kam pasur para 7 viteve. Se prandaj më vini natë me ty mua. Po që është tani drejgje mori? Numëron në vend 7 vjet dhe prandaj më vini natë more. Unë para 7 vjetësh e kam pasur shtëpinë si Klevizje. Të drejt ka. Ja kam treguar dhe i kam thënë shikoni kam lagë shtëpi tjolla, s'kam se e bëj. Ore, më erdhi keq në shërda. Një sekondë valla, se kisha shtëpi kështu unë. Shpinë kam pas me tulla unë kështu valla, aq ka qenë mundësia valla. E kam bërë, aq ka mundësi, po çfarë ti bëj që e kam blagështi dynja jam, s'kam çfarë i bëj valla. Po Leviz, po Enkeli bëri vili shiu, bokrën 20 herë, 30 herë valla, 50 herë. O Leviz, Enkeli ka bërë vili ka qi rob do për nga TikTok. Kapela. Po valla të gjuaj njerëzit po u tregove që po ndryshon, ta garantoj unë me 1 miliard%. Të gjuaj njerëzit lek dhe në qoftë se ti u garanton, o valla, ti po dole me emër, me mbiemër, me fletore, e tu thosh njerëzve, o çuna po, o njerëz të mirë po, unë dua $10.000 nga ju dhe me këto $10.000 do rregulloj shtëpinë dhe do t'u lexoj emrat emër për emër, a do më ndihmoni? Dhe tu thosh me lekët e dopes, bera këtë gjë, të dërgon dopja ore, që është mërzitur pafund. Me lekët e xhadës do bëj këtë gjë, të dërgon ore, të jep edhe Daju aty, edhe Fabio, e tjetër, e Pablo, e gjithër. Po të bësh një gjë, o vlla, jo i mora lekë nuk isha borxh e Riko Marikani. Çu Riko Marikani? Sa lekë borxh? Në rregull. O vlla. Sa lekë borxh? Që dhe ta dim, o vlla, ky ka 50.000 € borxh. Kur të laj 50.000, do filloj do bëj diçka. Po jo kisha këtu, kisha atje. Vlla, ti duhet edhe, ore Albi, unë jam shumë i sigurtër, që edhe ne që jemi kush e di sa herë kapur me këtë, prap në shpirt duam ta ndihmojmë. Po tani ai çifsha Europë, po të mundohet çik vet kjo. TikToku, vlla. TikToku tani nuk është më i njëjti siç ka qenë. TikToku tani vlla është tjetër gjë. Është shumë e qartë se çfarë po ndodh në TikTok, është shumë transparente se çfarë po ndodh në TikTok vlla. E vetmja shans o zoti Çela, e vetmja mundësi që ti ke është që këta njerëz që ti ke njohur në vite me pastërti, tu kërkosh ndihmë të ndihmojnë edhe të bësh diçka vlla që të rregullosh jetën. Në të kundërt je shumë gabim dhe s'ke për t'ja parë hajrin TikTokut. Ta them me pastërti unë, nuk ta them me kështu, fare me asnjë lloj gjëje. Vlla, kur gjuaj njerëzit ditën tjetër bëj një gjë, thoj vlla, unë vajta thoj më gjuaj të ndjen $1.000, vajta bleva televizorin, vajta bleva frigoriferin, vajta mbusha ushqime, vajta mora këtë, vajta mora atë, nuk është turp vlla, se ti a e ke punja qifsharot. Vlla, tjetri
Tha bleva Ferrari, o falemderit, ore. I lumt kari, e kuptona. Se kam shok, nuk mos e interpretojnë për keq këta. Bleva Ferrari që Europë dhe tha falemderit, o quna, o shok tha. Falemderit, ore, se u me lektuaj bleva Ferrari. Po ata prandaj ja i gjuajtë, no vla. Që ti qie motrë të bëjet luksi. Dhe i e reklamonit në luksit, ore. Ferrari tha, jo shok, dua Ferrari i gjuajtë në lekët. Ta Ferrari bleva i dhe bravo i qoftë. Dhe vazhdojnë i gjuajnë, pse? Sepse ai po thotë, unë do bëj jetë qefi, o vlla. Unë ju thash do ikë të Los Bixhos me lekët që ju po më gjuani dhe këta vazhdojnë gjuajnë. Sepse thonë janë qarto që ky do ikë të Los Bixhos diçi modrën. E do thonë edhe kështu këta. Inshallah fiton pastaj, kur vetë Bixhosi unë. Do thonë këta inshallah fiton në profe. Me lekët e këtyre do vetë të Los Bixhos dhe këta do më thonë inshallah fiton. E kupton? Tani, në qoftë se Po e ditë që asë janë dakord që më thonë që i los 5-7 ajo Bixhos jo. ti fiksohesh, o Klevis. E kupton. Po vlla, ti fiksohesh, e kupton çfarë bën ti? Ti fiksohesh, o vlla. Ti fiksohesh. Dhe ky është problemi jot, ore. Fiksohesh ti me 5-7 aty, ata fiksohen me 5-7 me ty. Unë të them, o vlla, e ke hallin këtu, ti fiksohesh te 5-7, e kupton ti? Ore çuna, nuk i menaxhon dot si duhet ore të ardhat që merr ore. Pik muhabet, do vlla ja vullojnë. Kur ka, ha në restorant i qi motrën. Kur s'ka, thot s'ka fare sa punë. në restorant. Sa në restorant. O bib news. Po ku di gjë Po çfarë të them unë i shkreti vlla? Çfarë të them unë vlla? Po hea tani ai shifsha motrën. Ku t'i gjeja unë vlla, që të them unë vlla. Jo dhe jo, do losin Bixhos tu te unë sot i thoni Aleksit, nuk vjen thoni do hapi profesori Bixhosi sot. Do hapi ai atë të Bixhosit.